Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu akuzoi kryeministrin britanik Keir Starmer, presidentin francez Emmanuel Macron dhe kryeministrin kanadez Mark Carney për inkurajimin e Hamasit, pasi ata bën thirrje për ndalimin e ofensivës ushtarake të Izraelit dhe për t'i dhënë fund kufizimeve të ndihmës humanitare në Gaza. Përmes një postimi në rrjetin social X të njëjtën në mbrëmje, kryeministri i Izraelit tha se Hamasi donte të shkatërronte shtetin hebre dhe të shkatërronte popullin hebre. I could never understand how this simple truth Nuk mund ta kuptoja kurrë se si kjo e vërtetë e thjeshtë u shpoton udhëheqësve të Francës, Britanisë, Kanadas dhe të tjerëve, tha Netanyahu. I them presidentit Macron, kryeministrit Carney dhe kryeministrit Starmer, kur vrasësit masiv, por dhunuesit, vrasësit e foshnjave dhe rrëmbyesit ju falenderojnë, jeni në anën e gabuar të drejtësisë, deklaroi Netanyahu. Kryeministri izraelit tha se veprimet e udhëheqësve nuk po përparonin paqen, por po inkurajonin Hamasin të vazhdonte luftën përgjithmonë. Më herët këtë javë, udhëheqësit e Mbretërisë së Bashkuar Francës dhe Kanadas dënuan veprimet e shëmtuara të qeverisë izraelite në Gaza, duke paralajmëruar se Mbretëria e Bashkuar dhe aleatët do të ndërmerrnin veprime konkrete nëse Netanyahu nuk ndryshon kurs.